Horoskopi ditor e martë 22 prill 2025. Dashi. Do ndëroni më shumë se sa duhet gjatë saj dite në jetën tuaj në çift dhe realiteti do t'ju duket i egër. Zbrisni me këmbë në tokë sepse më vonë do të lëndoheni edhe më tepër. Beqarët do të kenë disa takime, por nuk do të ndihen gati t'i çojnë ato më tej. Situata financiare nuk do të ketë përmirësime, edhe pse keni kohë që po shpenzoni me maturi. Demi, ditë e tensionuar kjo e sotmja për të dashuruarit. Asgjë nuk do të shkojë ashtu si ju e keni menduar, kështu që bëni kujdes. Beqarët do të kenë takime me disa persona serioz. Ata do të diskutojnë gjëra gjatë me ta në mënyrë që të njihen më mirë. Në planin financiar rekomandohet maturi. Situata nuk do të jetë kaq e qëndrueshme sa për të kryer investime. Binjakët, edhe pse jeni në një lidhje, ju dhe partneri do ta respektoni lirinë dhe mendimin e tjetrit. Gjithçka do të shkojë për mrekulli dhe do të ndiheni me fat që keni njëri tjetrin. Beqarët mund të fillojnë me një herë histori dashurie pasionante. Në planin financiar është momenti të kryeni transaksione dhe investime. Nëse nuk e bëni dot më vonë, do ta keni të vështirë. Gaforia, përgatituni për momente të lumtura dhe mjaft harmonike gjatë kësaj dite. Do të shprehni më tepër ndjenjat atij që keni në krah dhe do të mbrekulloheni pranë tij. Beqarët do të bëjnë mirë të mos i kalojnë etapat sa hapen mbyll syt, por t'i shijojnë ato më shumë. Financat fatmirësisht nuk do të jenë delikate. Beqarët do të bëjnë mirë që të mos i kalojnë etapat sa hapen mbyll syt, por t'i shijojnë sa më shumë ato momente. Financat fatmirësisht nuk do të jenë delikate, prandaj mund të kryeni shpenzimet e domosdoshme. Luani, Saturni do të jetë planeti që do t'ju udhëheqë jetën tuaj në çift. Nuk do të tregoheni kërkues ndaj partnerit, përkundrazi do ta toleroni atë her pas here. Beqarët do të bëjnë çmenduri vetëm e vetëm për të gjetur princin e tyre të kaltër. Të ardhurat, ato nuk do të jenë në gjendjen më të mirë. Megjithatë, me pak kursime dhe kujdes të shtuar, do t'ja dilni mban edhe këtë ditë. Virgjëresha, do t'i haroni gjitha problemet e skaluar sot dhe do t'i kërkoni partnerit të nisni një etapë të re. E keni vendosur se do të toleroni më tepër dhe nuk do të tregoheni impulsiv. Beqarët do të kenë besim tek vetja dhe do ta bëjnë për vete personin që do të pëlqejnë. Në planin financiar do të lodheni paksa, por do të stabilizoni situatën. Shumë shpejt do të ketë edhe përmirësime. Peshorja, priten vështirësi të shumta sot në jetën tuaj në çift. Mos u nxitoni të merrni vendimet që ju duken më të lehta sepse keni për të vuajtur më shumë. Beqarët nuk do të jenë shumë në humor për të nisur histori dashurie. Mërkuri do t'ju sjell fat në planin financiar. Do të keni përmirësim të menjëhershëm të situatës. Do të shpenzoni pa frikë për ato që do t'ju duhen. Akrepi, do t'i shtoni dozat e fantazisë gjatë saj dite në jetën tuaj në çift dhe atmosfera do të jetë edhe më elektrizuese se kohët e fundit. Beqarët duhet të dëgjojnë edhe arsyen, jo vetëm zemrën, sepse në të kundërt mund të bëjnë disa gabime. Financat nuk do të kenë asnjë ndryshim nga disa ditë më parë. Ruajeni vigjilencën dhe shpenzoni sa më shumë me kursim. Shigjetari, do t'i kaloni sa hapen mbyll syt gjitha problemet që ju kishin dalë në jetën tuaj në çift dhe do i shihni më tepër ditën me optimizëm. Beqarët do të kenë takime serioze dhe mund të fillojnë shumë shpejt histori dashurie afatgjata. Në planin financiar duhet të zgjidhni sa më shpejt problemet urgjente dhe më pas të bëni një riorganizim të situatës. Britsjapi, do të kaloni momente mjaft romantike gjatë saj dite në jetën tuaj në çift dhe do të dëshironi që dita të mos mbaroj kurrë. Si ju, ashtu edhe partneri do t'i shprehni pafund ndjenjat. Beqarët do të ndihen mirë ashtu siç janë dhe nuk do t'ja kenë nevojën dikujt për ta patur në krah. Në planin financiar do të ndërmerrni iniciativa dhe do të përmirësoni gjendjen e të ardhurave. Ujori, të gjithë çiftet që i kanë rezistuar stuhive dhe fortunave të kohëve të fundit do të marrin vendime të rëndësishme sot mbi të ardhmen. Beqarët do të hidhen në sulm dhe do të arrijnë të bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Jeta e tyre do të ndryshojë të rësisht të rrjedh. Edhe në planin financiar do të keni shumë fat. Përfitoni për të kryer transaksione të menduara. Peshqit, ditë shumë e paqëndrueshme kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të keni debate të shumta me partnerin dhe në asnjë mënyrë nuk do të pranoni që gjërat të bëhen si çdo ai.
Po vazhduat me këtë sjellje nuk do të keni për të shkuar gjatë si çift. Beqarët do të qëndrojnë pranë miqve dhe do të ndihen mirë. Financa do të jenë në gjendje të qëndrueshme, prandaj mund të kryeni edhe ndonjë investim.